Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur do të vendosen, kur do të përfundon llogaria para Allahu xhelle xhelalu në ditën e Kiametit, dhe do të përfundojnë njerëzit kush për në xhennet dhe kush për në xhenem, atëherë Allahu do ta vendosë një plakë. Në disa transmetime ka ardhur një dele, një plakë shumë të shëmtuar, dhe do t'ju thot banorëve të xhennetit dhe e njihni këtë plakë. Thanë ja Rabbi, po ajo është jeta e dunjas. Atëherë Allahu xhallahu ala do të urdhëron atë që të bëhet kurban, pra shkoi dunjaja, iku e gjitha, dhe do të thotë banorëve të xhenetit, khuludun bila maut, ju do të jeni për gjithmonë dhe s'ka vdekje për ju. Pastaj do t'ju drejtohet banorëve të xhenemit për jetësi dhe s'ka më vdekje për ju. Atëherë ju vëllezërit e mi do t'ju këputën zemrat dhe shpirtrat e banorëve të xhenemit, si do të jemi në xhenem për gjithmonë dhe nuk do dalim më prej asaj asnjëherë. Allahu xhallahu ala na fal dhe na mëshiroft ya rabbel alamin.